أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nderuar profesor Sadik Beko, nderuar profesor Bujar Ramaj, të nderuar vëllezër e motra, ju përshëndes me përshëndetje islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Ne jemi në prag të 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar. Pra, është një moment historik jo vetëm për shtetin shqiptar, por për të gjithë shqiptarët që jetojnë kudo në botë. Janë hartuar programe festive për të kremtuar këtë ngjarje të madhe historike, e cila shënon përmbushjen e shekullit të parë të ekzistencës së shtetit të lirë dhe sovran shqiptar. Mua më është kërkuar që të trajtoj një çështje, një temë që është e domosdoshme dhe mendoj që është jetike për kohën të cilën po jetojmë. Çështja është pikërisht kontributi i besimit për ngritjen e një shoqërie shembullore. Unë mendoj që feja islame ka avantazhe të mëdha, e cila përmbush të gjitha kërkesat për një shoqëri shembullore, për një shoqëri modele. Dhe pikërisht në këtë 100 vjetorin e pavarësisë, unë mendoj që kjo është një çështje që duhet trajtuar me të gjitha aspektet dhe detajet e saj. Kjo ka qenë padyshim një shekull plot me zhvillime të jashtëzakonshme, me rënje dhe ngritje, me suksese dhe disfata, me shpresa dhe zhgënjime. Nëse Shqipëria para 100 vjetësh njohu kuptimin e lirisë si çlirim nga zgjedhja e huaj, atëherë dekada më vonë fitoi dimensione të reja të kësaj lirie, përmes lirisë së individit, fjalës, shprehjes, mendimit, besimit dhe vendimmarrjes e të tjerë. Dhe përmes kësaj lirie, shoqëria shqiptare u rinjoh me disa vlera të pa tjetërsueshme dhe të pa zvendësueshme që mund të burmoseshin vetëm nga besimi në një Zot. Shqipëria ka mbijetuar përballë rreziqeve të mëdha, që kanosnin vetë ekzistencën e saj. Ajo ka provuar të gjitha ideologjit, të gjitha llojet e qeverisjes dhe pothuaj të gjitha sistemet që ekzistojnë në botë. Në shpirtin e saj, ajo akoma mban plak të së shkuarës. Shqipëria të ngjan si një fush ku u provuan ideologjit revolucionare që dështuan një nga një, duke lënë boshllëk dhe zbrasti. Kurse sot, Shqipëria është një vend i lirë dhe sovran që ka sfida të mëdha. Pas gjithë kësaj periudhe të gjatë, Shqipërisë i mbetet vetëm për të zgjedhur atë që i përshtatet më së miri për të mos përsëritur gabimet e mëparshme. Unë do t'ju përcjell porositë dhe parimet e fesë islame që mundësojnë në ngritjen e një shoqërie shembullore që mund të jetë e aftë për të shmangur rreziqe dhe me maturi dhe larg pamësi, dhe për të ndjekur rrugën e sigurt për një të ardhme të begatshme. Në fakt, popujt nuk mbijetojnë për shkak të madhështisë apo mjeteve të fuqishme materiale, por për shkak të vlerave që ato mbajnë dhe kultivojnë brez pas brezi. Dashuria ndaj Allahut është një ndjenjë e pastër shpirtërore, që gjendet thellë në natyrën e çdo njeriu. Nëse ajo shfaqet në formën e duhur të njeriu, ajo mund të kultivojë vlera e virtyte të larta tek ai, e të kontribuojë për mbartësinë e kombit, dhe jo vetëm të kombit të tij,
por mbarësi të vyeshme për gjithë njerëzimin. Besimi u jep formën dhe përmbajtjen e duhur ndjenjave dhe dëshirave njerëzore. Përfshir këtu edhe atë dashurinë. Ai e plotson njeriu duke ndërgjegjësuar sjelljen e tij dhe e pajis atë me vetdije hynore që ai të ruhet nga rreziqet që mund t'i shkaktojë vetë. Pra, kur atë dashuria mishrohet me besimin në një krijues, shfaqet në formën më të hijshme, duke sjell vlera dhe dobi të gjithënshme. Pra, çdo vlerë, çdo moral, kur bie në kontakt me besimin, ajo plotësohet. Ai merr një formë të plotë dhe të përkryer. Islami e konsideron lirinë si të drejtën themelore të njerëzit. Ai i siguron lirinë për të zgjedhur rrugën e jetës së tij dhe deklaron se imponimi nuk luan asnjë rol në të, por është mendimi i lirë i një shpirti të lirë, i cili shërben si mjet kryesor për të gjetur e Zotin. Kurani thotë, nuk ka detyrim në fe. Dhe pastaj në një vend tjetër thotë, thuaj, e vërteta është nga Zoti juaj. Prandaj kush do le ta besojë dhe kush do le të mos besojë. Pra, Kurani duke përjashtuar imponimin dhe detyrimin në çështje shpirtërore, ngre lart lirinë e shpirtit dhe hedh poshtë çdo lloj shtypjeje dhe kufizimi. Por, liria nuk do të thotë se njeriu është lënë pa kurfar rregulli apo kufizimi, sepse liria e tillë e ngjan më shumë anarkisë dhe çrregullimit. Ku njeriu udhëhiqet nga lakmia dhe epshet që e quajnë drejt shkatrimit. Pra, ashtu siç shtetet e lira dhe sovrane janë ato ku sundon ligji, po ashtu edhe besimi, përmes dijes hynore, shpallos morale dhe vlera të larta që i mundsojnë shoqërisë njerëzore të kalojë etapat e saj të progresit dhe zhvillimit, duke shmangur të gjitha rrezikët e mundshme. Ne jetojmë në një kohë ku materializmi mbizotron kudo. Përveç lehtësisë së jashtëzakonshme në jetën e shoqërisë njerëzore, kjo mënyrë jetese ka sjell edhe pasojë në marrëdhëniet njerëzore, që dikur ushqeheshin me dashuri dhe respekt për njëri tjetrin, sot nga smira, lakmia apo zelia kanë rënë në hasmëri. Shumë konflikte shfaqen për shkak të lakmisë që mund të ketë njeriu për pronat e tjetrit. Kurani thotë, mos si drejtos ju të tu drejt asaj që ne u kemi dhënë disave për tyre, nga kënaqësitë e përkohshme, dhe mos u hidhuro për ato. Duke përshkruar jetën materiale, Kurani tregon, ta dini se jeta e kësaj bote është vetëm një mjet për zbavitje dhe për të plotësuar dëshirat e epshore, që largon nga qëllimi i lartë. Ajo është vetëm zbukurim dhe mburje përpara njëri tjetrit, dhe përpjekje për t'i kërkuar të tjerët për më shumë pasuri dhe fëmijë. Pra, njeriu gjatë gjithë jetës mundohet të ndjek dëshirat e tij dhe i kushton të gjitha aftësitë, përpjekjet dhe forcat për mbushjes së atyre dëshirave, të cilat si një mirazh gjithnjë e më shumë largohen atij. Kurani thotë, sa për ata që nuk besojnë, veprat e tyre ngjajnë atij mirazhin e shkëlqyer, të cilin i ecshmi e kujton për ujë, por kur arrin tek ai nuk e gjen asgjë dhe gjen Allahun pranë tij. Prandaj duhet një kod moral, i cili mund të brumos sjelljen e njeriut me vlera më të larta. Të gjitha fetë konsiderojnë jetën e përteme si një pjesë esenciale të parimeve të tyre. Nëse jeta e kësaj bote dhe jeta e përteme janë në vijimësi, atëherë indikimet e kodit shoqëror në shpirtin ton mund të ndikojnë edhe jetën ton të përteme. Prandaj, për të arritur këtë, duhet që të përvetësojmë një kod moral me rezultate pozitive, si dhe të shmangim sjelljen që të sjell pasojë të dëmshme. Sipas Kuranit, mjedise për rendim shoqëror. Te njeri nuk merr parasysh pasojat shoqërore, por vetëm fitimi afatshkurtra që lejojnë që të rënjoset e keqja, ndërsa mjedisi tjetër themelohet në dobi të shoqërisë, ku individët
janë të gatshëm për të sakrifikuar interesat e tyre vetjake dhe ata inkurajohen për progresin moral dhe shpirtëror duke penguar për hapjen e ligësisë. Pra, nëse në mjedisin e parë, qëllimi kryesor është kënaqësi dhe ëndje e përkohshme dhe ngrihen sloganet për lirinë individuale, në mjedisin tjetër shmangen ato shfaqje dhe ato dëfrime që sjellin dëm shoqërisë. Po ashtu respektohet dhe sigurohet ajo liri e cila i shërben progresit konstruktiv të shoqërisë. Hapësira e jetës nuk është vetëm kjo botë, por ajo shtrihet edhe në anën e përtemi. Po ashtu, nëse në modelin e parë, njeriu duhet të jap llogari vetëm shoqërisë dhe vetëm për ato vepra që janë të dukshme dhe të kapshme, në modelin tjetër, pra në modelin që paraqet Islami, besimi, njeriu mban përgjegjësi para Zotit, jo vetëm për veprat e kryera dinakërisht, por edhe për aksionime dhe intriga të ulta. Pra, vija ndarëse midis këtyre dy modeleve jetese është besimi në jetën e përtemi dhe në dhënien e llogarisë. Prandaj kur Kurani përshkruan jetën materiale, ai nënvizon këto 4 tipare. Ai thotë: çfarë ju ka sjell në zjarrin e xhehenemit? Pra, duke përshkruar gjendjen e banorëve të xhehenemit, Kurani tregon që çfarë ju ka sjell në zjarrin e xhehenemit, ata do të përgjigjen: nuk ishim nga ata që adhuronim Zotin, dhe as për atyre që ju ushqenin të varfrit. Ne lëshoheshim në biseda të kota me lafazanat dhe mohonim ditën e llogarisë, derisa na erdhi vdekja. Pra, besimi i disiplinon dëshirat instinktive të njeriu dhe i kultivon shije të larta dhe shije të reja që i shërbejnë për të promovuar zhvillimin e individit dhe të shoqërisë. Ne mund të kundërvojmë këto dy modele duke parë rezultatet e tyre. Ashtu siç profet Jezusi a.s., profet Isa a.s. kishte thënë: ju do të njihni nga frutet e tyre, a vilet vallë rrushën nga ferrat ose fiqe nga murrizat, kështu çdo dru i mirë jep frute të mira, por druri i keq prodhon frute të këqija. Pra, pasojat që shohim sot në shoqëri, që ndjek një model të saktuar jetese, atëherë këto pasoja që kemi sot, ne mund ta kuptojmë fare mirë që ky model jetese është i dëmshëm për shoqërinë e përgjithësi. Kurse në anën tjetër, nëse ne kemi një model tjetër i cili sjell vetëm fitime të dobi për mbarvajtjen e shoqërisë, atëherë ai model është për të ndjekur dhe ai model është më i përshtatshëm për çdo shoqëri njerëzore. Prandaj, duke përdorur këtë thënie biblike në një mënyrë metaforike, mund të themi që Islami përmes mësimeve të tij çrënjos drurin e keq që sjell frute të këqija. Parimet kryesore mbi të cilat ngrihen shtyllat e shoqërisë shembullore përmenden në këto ajete. Kurani thotë: në të vërtetë Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe dorëdhënien me të cilën sillet me të afërmit, se dhe ai ndalon çdo të keqen e cila konsiderohet e tillë nga standardet universale. Ai thotë: ai ju ndalon shfaqjen e imoralitetit, të gjitha ato veprat që konsiderohen të gabuara nga ndërgjegjja njerëzore, dhe të gjitha ato që çojnë drejt rebelizmit. Ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ia vini veshin. Vlera e parë e besimit është që ai i sjell një unitet shoqërisë njerëzore, duke konsideruar të barabartë dhe krijesë të njëjtit krijues. Zoti thotë në Kur'an famlar: o njerëz, në të vërtetë ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju ndam në popull e fise që të njiheni me njëri tjetrin. Padyshim më i nderuar për jush tek Allahu është ai që i druhet më së shumti atij. Madje Zoti i Islamit, Zoti që paraqet feja islame, nuk i përket ndonjë populli të saktuar, por është Rabbul Alamin, pra Zoti i të gjithë botrave. Përpos kësaj, profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është quajtur mëshirë për mbar njerëzimin, rahmatul lil alamin.
ndërsa Kurani është cilësuar që udhëzim për gjithë njerëzit. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Al-khalqu 'alullahi fa habbuhum ila Allahi anfa'uhum li 'ayalihi." Domethënë, krijesa është familja e Allahut. Andaj më i pëlqyeri tek Allahu është ai i cili është më i dobishmi për krijesën e tij. Madje Islami u bën thirrje besimtarëve që të respektojnë edhe fetë të tjera dhe i obligon muslimanët të besojnë të gjithë profetët dhe librat e mëparshëm hyjnor, duke sulsuar këtë si pjesë të besimit të tyre. Pra, kështu Islami krijon një mjedis mirëkuptimi dhe respekti me fetë të tjera ku ato ndajnë vlera të përbashkëta. Jo vetëm kaq, Islami nuk lejon as që muslimanët të shprehin në mënyrë të pahishme kundër idhujve apo dogmave të rrimë. Allahu thot në Kur'an: "Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allaha 'adwan bighayri ilm." Mos i shani idhujt të cilëve ata u thrasin në vend të Allahut, në mënyrë që ata të mos e shajnë Allahun armiqësisht nga padija. Madje jo vetëm kaq, nëse dikush përdor fjalë të pahishme kundër besimit të tyre, muslimanët në asnjë mënyrë, në asnjë rrethan nuk mund të reagojnë me dhunë, por u duhet të shmangen shoqërive të tilla dhe të tregohen durimtar. Pra, nuk ka asnjë hapësirë këtu për reagime të dhunshme. Andaj, duke nënvizuar rëndësinë e përgjigjes dinjitoze dhe diskutimeve të logjikshme, Zoti thot: "Idfa billati hi ahsanu sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun." Largoj të keqen me atë që është më e mira. Ne i dimë mirë shpifjet e tyre. Sot, një ndër arsyet më kryesore për pakënaqësinë te populli është mungesa e drejtësisë. Kurani i kushton vëmendje të veçantë kësaj çështjeje. Prandaj ai jo vetëm që u kërkon besimtarëve që të ndjekin të vërtetën, por u drejtohet duke thënë: "O ju që keni besuar, bëhuni të qëndrueshëm për drejtësinë, duke dëshmuar për hir të Allahut, qoftë edhe kundër jush ose kundër prindërve apo të afërmëve tuaj." Pastaj ai e ngre drejtësinë në një nivel më të lartë duke thënë: "Kurse si nuk do t'ju nxis urrëtia ndaj ndonjë populli për të bërë pa drejtësi. Bëni drejtësi. Kjo është më afër devotshmërisë." Një ndër atributet e Zotit është falës. Pra ai është gjithmonë i gatshëm për të falur robërit e tij për mëkatet të bëra, për gabimet të bëra, dhe është i gatshëm për të pranuar pendesat e tyre. Andaj edhe besimtarët këshillohen që të mposhtin zemërimin e tyre dhe sillen me butësi dhe falje. Madje duke përshkruar tiparet e besimtarit, Kurani thotë që ata kur janë të zemëruar sillen me butësi. Pastaj thotë: "Haku i së keqes është i njëjtë me të keqen e bërë, ndërsa ai që fal dhe synon pajtimin, atëherë shpërblimi i tij i takon Zotit." Është edhe një thënie e profet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai thotë: "I forti nuk është ai që mund të tjerët në peshngritje apo në mundje, por është ai që mund veten e tij kur është i zemëruar." Shëntëria e jetës njerëzore është një ndër parimet kryesore e fesë islame. Njeriu jo vetëm që duhet të ruajë jetën e tij, por nuk duhet të sjellë dëm as dikujt tjetër. Kurani thotë: "Mos ia merrni jetën pa drejtësisht atij që Allahu ju ka ndaluar." Madje në një vend tjetër thotë: "Kush vret ndokënd është sikur të ketë vrarë të gjithë njerëzit. Dhe nëse dikush shpëton një jetë, është sikur të ketë shpëtuar jetën e krejt njerëzve." Sipas Open Data Albania, në Shqipëri nga viti 1995 deri në vitin 2010, sipas të dhënave, konstatohet se në 16 vitet të humbtuara, totali i çështjeve të regjistruara për vrasje është 4674. Pra, mesatarja vjetore e rasteve është 292.1 vrasje çdo vit. Një ndër shkaqet e konflikteve në shoqëri është paragjykimi, përgojimi dhe mungesa e sinqeritetit,
gjë që shfaqet gati në çdo aspekt të jetës. Kurani thot: "O ju që keni besuar, o ju që keni besuar, ruhuni shumë nga dyshimet, me të vërtet disa dyshime janë gjuna. Mos e spiononi dhe mos përgojoni njëri tjetrin. Vallë, a dëshiron ndokush prej jush të hajë mishin e vllajt të vet të vdekur? Sigurisht që ju do të urreni këtë gjë. Keni druajtjen ndaj Allahut. Me të vërtet Allahu pranon shumë pendimin dhe vazhdimisht mëshiron." Pesha më e madhe e pasojës bie mbi marrëdhëniet shoqërore, kur renditet e para marrëdhënie bashkëtorë. Xhelozia, dyshimet dhe paragjykimet janë elemente themelore që shërbejnë për të shkatruar besimin që kanë njerëzit ndaj njëri tjetrit. Mendimasia përbën një tjetër antivlerë që dëmton njeriu. Njeriu mendimadh nuk gjen asnjë mangësi të vetja, por kënaqet duke gjetur tëmetet të tjerat. Në vend që të jetë i vetëdijshëm ndaj aftësive dhe kufizimeve të veta, vetbesimi i tij nuk njeh kufit. Në latinisht thuhet ad augusta per angusta, dhe më thënë, për vendet të larta janë rrugë të ngushta. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai që do të ketë një grimc të imët të mendimasisë, nuk do të hyjë në xhenet." Pra, për të arritur në një status më të lartë, shpirtëror, moral, shoqëror, njeriu duhet të ndjek modelin e modestisë dhe të përulësisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Mendimasi konsiderohet atëherë kur njeriu mohon të vërtetën, kur i konsideron të tjerët më të ulët se sa veten e tij, shikon me përbuzje dhe mos përfyllje dhe sillet ashpër me ta." Besimi i kushton një rëndësi të jashtëzakonshme strukturës familjare, e cila nuk shërben vetëm si bloku elementar i shoqërisë, por edhe si vatra e rritjes, edukimit dhe përkujdesjes së brezave të arshëm, sipas vlerave të çmuara morale të parimeve fetare. Prandaj, edhe martesën e konsideron një hap të rëndësishëm në këtë drejtim. Prandaj, profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: "Njeriu zgjedh një femër për grua për 4 arsye: për pasurinë e saj, për statusin e saj, për bukurinë e saj, si dhe për besimin dhe moralet e saj. Andaj ju duhet ta zgjidhni atë që është më i mirë në besim dhe moral." Andaj profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Për ai sa gjendjet poshtë këmbëve të nënës." Pastaj duke treguar rëndësinë e arsimit, profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: "Kërkimi i diturisë është detyra e çdo muslimani dhe çdo muslimane. Madje mirëselja ndaj familjes është gjithashtu një tipar i rëndësishëm i besimit e besimtarit." Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Më i miri nga ju është ai që është më i mirë ndaj familjes së tij." Sipas thënies së të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, secili nga ne është përgjegjës dhe do të jap llogari për gjendjen e atyre njerëzve që janë të varur prej nesh dhe nën kujdesin ton. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: "Secili prej jush është si një çoban dhe të gjithë ju jeni përgjegjës dhe do të jepni llogari për përgjegjësinë tuaj." Është ruajtur një ngjarje e rëndësishme në jetën e Hazrat Umerit radhiyallahu anhu, pra kalifit të dytë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte zakon që shëtiste natën në për rrugicat e periferisë së Medinës në mënyrë të fshehur, që të merrte vesh gjendjen e popullit nën kalifatin e tij. Duke kaluar afër një shtëpie, ai dëgjoi të qarat e fëmijëve që si duke kishin një hall. Kur shikoi me vëmendje, ai pa që ishin 3 fëmijë ulur rreth e qark zjarit me nënën e tyre. Ndërkohë, mbi zjarr diçka po zinte në kazan. Si u afrua më shumë, ai i pyeti nënën e fëmijëve se çfarë ka ndodhur. Ajo ju përgjigj: "Fëmijët e mi po vdesin nga uria dhe unë nuk kam gjë që të shugaj urinë e tyre. E kam bërë kastile që të qetësohen. Në kazan kam futur ca gur në ujë që këta të mendojnë se po gatuhet buka. Kjo është që po shikoni." Pushtuar nga hidhërimi dhe dhimbja e thellë, Umeri, Allah qofti i kënaqur me ta, u kthye menjëherë në magazinat e shtetit. Gjeti pak miell, gjalp, mish e të tjerë dhe futi në thes.
Më pas ai i tha shërbëtorit që ai t'ia ngarkonte atij këtë thes. Ai e pyeti se përse kalifi donte të çonte atë thes vet dhe u lut që t'i shpinte vet ai shërbëtori. Omeri xhallahu anhu i tha, padyshim, sot ti mund të marrësh këtë barë për mua, po kush do të më mbart barën time në ditën e gjykimit? Këtë duhet të bënte ai vet. Ishte edhe një lloj pendeseve imponuar, sepse ai e ndjeu veten përgjegjës për vuajtjen e asaj familjeje. Ai mendoi se të gjitha çështjet e qytetit i përkasin atij. Dhe ai ishte përgjegjësi i drejt për drejt për këto çështje, andaj këtë detyrë duhet të plotësonte vetëm ai. Për ato ishin ato vlera që paraqet feja islame për shoqërinë njerëzore, dhe duke ndjekur këto, ne mund të shohim përmbushjen e asaj ëndre që shikon çdo njeri për ta pasur paqe dhe siguri, qoftë në familje, qoftë në shoqërinë në përgjithësi. Unë do të mbyll fjalimin tim me fjalët e bekuara të kalifit të pestë, Allahu e ruajt dhe e ndihmoft fuqimisht. Ai gjatë një fjalimi që ai mbajti në Gjermani, duke trajtuar çështjen e besnikërisë ndaj të dheut, ai tha, unë citoj fjalët e tij, ai thotë, mënyra më e mirë për ta bërë këtë, pra për të sjellë drejtësi në shoqëri dhe për të sjellë paqe në botë, ai thotë, mënyra më e mirë për ta bërë këtë është që bota të arrijë të njohë krijuesin e saj. Çdo lloj besnikërie duhet të lidhet me besnikërinë ndaj Zotit. Nëse do të ndodhë kjo, atëherë me sytë tanë do të mund të dëshmojmë tek njerëzit e të gjitha vendeve nivelet më të larta të besnikërisë dhe do të hapen rrugët më të reja që na çojnë drejt paqes dhe sigurisë në mbar botën. Allahu na mundsoft që duke ndjekur këto porosi të ndritshme, ne ndriçojmë edhe shoqërinë tonë, edhe duke vepruar sipas këtyre këshillave të çmuara të fesë islame, ne të kontribuojmë maksimalisht për mbarvajtjen e kësaj shoqërie, për progresin dhe zhvillimin e këtij shteti. Zoti na mundsoft. Amin. Allahumma amin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.